Përshëndetje të dashur miqtë e mi. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht në kanalin Monitor TV, për të ndarë me ju ngjarjet më të fundit dhe lajmet më të fundit që kanë të bëjnë realisht me fermën, por edhe jashtë asaj. Unë e di që ne të gjithë që jemi ndjekës në fakt rregull të këtyre formateve, duam të kuptojmë sekretet. Duam të dalim përtej kamerave. Duam të dim në të vërtetë se çfarë po ndodh në këtë fermë. A bëhet padrejtësi apo jo? Do kthehemi vite pak më herët. Do dua të ndaloj tek Mimoza Ahmeti dhe tek fenomeni Mimoza Ahmeti. Ju e dini shumë bukur që në kohën kur Luizi hyri në Big Brother, u shndrua në fenomen, ai nuk kishte as Instagram, nuk kishte as rrjete sociale, sepse jeta e tij kishte ardhur e tillë që Luizi nuk kishte patur kohë që të merret me rrjetet sociale. Në momentin e parë që u hap një Instagram dhe pati një rritje të jashtëzakonshme, pothuajse brenda një nate, një Instagram që u hap nga motra e Luizit, pati në atë kohë një lloj konflikti nga personeli i televizionit, producentëve në fakt, të Big Brotherit dhe nuk ja toleronin motrës së Luizit që të mbaj Instagramin e Luizit sepse përfitimet ishin shumë të mëdha dhe Luizi ishte shndruar më në një fenomen. Siç duket, e njëjta gjë po ndodh në fermën VIP. Tani po ta thonte dikush, unë nuk do ta kisha besuar, por e thënë nga një personazh i cili ishte vetë pjesë e fermës, i cili e jetoi vetë këtë moment, i cili e përjetoi vetë këtë ndjesi, është jashtëzakonisht e besueshme. Akili, një nga personazhet më interesante dhe në fakt një nga personazhet që publiku priste më shumë nga ai, priste që të shndrohet në fenomen, ditën e fundit ka përzgjedhur që të flet me zë të lartë në Instagramin e tij. Akili në fakt nuk është se ka folur gjë që nga momenti që ka dalë nga ferma, por duket që ka një lloj bojkoti nga ana e produksionit që Akili nuk është i ftuar as nëpër emisione të ndryshme të vizionit, për shembull unë e prisja që të jetë i ftuar në Fermën Club, nuk është i ftuar nëpër intervista, domethënë ndodh që po hakmeren ndoshta kundërdrejt Akilit dhe realisht nuk e kuptoj se çfarë bëri Akili që produksioni të mbaj kaq shumë inate me Akilin. Mos ndoshta Eduardi si regjisor, unë hudh hamencime, sepse në fakt i kam intervistuar që të dy, kam patur rastin të intervistoj dhe kam parë një afrimitet shumë të madh tek Akili dhe tek Eduardi, kam parë një shoqëri shumë të madhe. E di që Eduardi e ka ofruar shumë Akilin në rrethin e tij dhe ndoshta mënyra se si Akili silleshte, mënyra se si Akili vepronte që nuk i respektonte rregullat e formatit, që nuk dëshironte t'i bën lojrat, e bën Eduardin që të prekeshte kaq shumë saqë nga një miqësi shumë e bukur, që domethënë ishte një miqësi për ta duar trokitur, u shndrua në një armiqësi shumë të madhe që realisht ranë në tokë të gjitha bashkëpunimet që kanë bërë, qoftë deri tek filmat, Akili ka qenë pjesë edhe e një filmi të goxha të suksesshëm të Eduardit si regjisor etj etj. Domethënë kanë patur një afrimitet shumë të bukur mes njëri tjetrit, nga që e di sepse i kam patur në intervistë dhe e di se çfarë kimie kishin këto të dy së bashku. Tani Akili ka postuar një story dhe thot: "Për ju që më pyesni, pse Moza nuk i bën repost në story ato çfarë unë them për të?" Domethënë kjo mbetet pyetje. Akili thot: "Kam pyetur dhe Instagrami i Mozës nuk menaxhohet nga familjarët e saj, por nga marioneta që luftuan shumë që unë të dal jashtë." Tani, vetëm Mimoza ka patur një problem të këtillë. Ditët e para kur Mimoza hyri në fermë, u hap një Instagram. Një Instagram që filloi që të merr një rritje të menjëhershme. Ishte Instagram që menaxhoheshte nga familjarët e Mimozës. Në këtë Instagramin u hap edhe një fanbase, sepse un kam qenë pjesë e atij fanbase-i, domethënë që dërgonin lajme, që dërgonin video, që dërgonin editime, fansa të cilët bëshin pjesë e atij Instagrami.
Dhe mbaj mend që në një ditë prej ditësh, në këtë Instagramin erdhi një mesazh, që do me thënë familjarët e Mozës nuk lejonin që të hapej një Instagram tjetër në emër të saj, sepse po risnin këtë Instagramin dhe po menaxhonin këtë Instagramin. Do të thënë familjarët e Mozës dëshironin që të menaxhojnë Instagramin e saj vet. Tani këtë gjë e them sepse e di, e kam parë me sytë mi. Dhe pikërisht në këtë luftën e madhe që filluan të flasin familjarët, ky Instagrami, i cili ishte Mimoza Ahmeti Official, u mbyll dhe u hap Instagrami tjetër i cili menaxhohet nga produksioni. Tani Akili thot: besoj tani bën sens pse unë smerem me atë format, edhe pse më vjen keq pse Moza ka ngecur aty. Me thënë Akili godet shumë rënd produksionin, ë? Nëse ne analizojmë, dëgjoni mirë çfarë thot. Besoj tani bën sens pse unë smerem me atë format, edhe pse më vjen keq pse Moza ka ngecur aty. Me thënë Akili thot Moza ka ngecur aty. I bie që sipas Akilit, në këtë që po thot, të paktën kështu e kuptoj unë, nëse unë jam gabim, ju lutem replikoni nëpër komente, Akili tregon që do me thënë Moza po përdoret në këtë format në për të gjitha dimensionet dhe produksioni ka marrë të gjitha të drejtat e Mozës. Tani kjo gjëja është e pritshme, unë mendoj që produksioni e zbuloi Mozën si fenomen, është duke e rritur, do t'ja jep dhe çmimin dhe i bindur jam që Mimoza do të vazhdoj të veproj në televizionin Vision Plus. Do me thënë, shoh një nismë të kësaj medie në rritje dhe në këtë format unë e shoh Eduardin dhe Arbanën më së shumti të fokusuar tek fakti i tyre se çfarë ato janë në gjendje të sjellin si regjizor, si moderatore, sesa tek fakti për të krijuar një spektakël. Do me thënë ato e krijojnë spektaklin, por më së shumti unë e shoh që ato duan të tregojnë atë forcën e tyre se çfarë fuqie kanë në këtë drejtim për të bërë një spektakël. Do me thënë, arsyeja pse Akilit nuk i bën repost postimet e tij në Instagram, do të thotë që produksioni nuk toleron që Akili të ketë asnjë lloj qasje kur është në pyetje ferma, kur është në pyetje vizioni. Do me thënë Akili është tërësisht i bojkotuar. Kështu e ka thënë Akili, nuk kemi një reagim të paktën nga ana e Eduardit, nuk kemi një reagim nga ana e Arbanës se çfarë në thelb ka ndodhur me Akilin. Akili prej ditës që ka dalë nga ajo fermë nuk është përmendur më dhe nuk është folur më për të. Do me thënë, aty ka mbaruar gjithçka, por çuditërisht edhe Akili nuk ka folur, vetëm që ka reaguar në mesazhe të tilla. Si e shikoni ju tashmë këtë luftë të hapur mes Akilit dhe produksionit, kështu le ta themi?